Qysh mu rrit futbolli në Kosovë? Futbolli dhe sporti në Kosovë veç po shkojnë të ngrit. Jo veç në rezultate, po edhe në terene. Projekte, qasje profesionale. Shembulli më i freskët është FIFA Arena, një projekt i madh që veç ka nisë mu realizu në Prishtinë. Dy shkolla, Gjergj Fishta dhe Hasan Prishtina, po marrin fusha të reja moderne. Këto janë standardet të FIFA-s, edhe këto nuk janë fusha thjesht për lojë. Janë hapësira për zhvillim talenti, për komunitet, për fëmijë që dojnë mu rrit në këtë sport. Një fushë veç ka përfundu e tjetra kryet këtë javë. Ky proces është organizuar nga FIFA në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. E këtë do të mu theksu qartë se këtë këto arritje nuk vinë me fat, po me punën e pandalshme të Federatës Futbollit Kosovës drejtuar nga Agim Ademi, e cila nuk pindal projektet edhe zhvillimin sport. Ky bashkëpunim me FIFA-s nuk është rastim, është rezultati i një qasje që kërkon me çu sportin përpara prej bazës, prej fëmijëve dhe prej shkollave. Edhe kjo është veç nisja. Projekti FIFA Arena tash po zgjerohet në 7 rajone tjera të Kosovës, duke sjell edhe më shumë fusha të hapura për stërvitje, lojë edhe për identifikim talentave. Trajnerët e FFK-s kanë me kon aty për me orientu fëmijët drejt klubeve dhe zhvillimit duhur. Kur investon te baza, rritet krejt sistemi. E sot sporti në Kosovë është një prej fazave të më të mira të zhvillimit. Edhe ti mos harro me bë follow Urban FM, subscribe në YouTube.